Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV, për të nisur maratonën tonë të gjatë në fakt të lajmeve dhe ngjarjeve më të fundit. Sot dua ta nis këtë ditë duke komentuar mbi çiftin që në fakt ka ngritur një kurreshtje të jashtëzakonshme tek publiku shqiptar, marrëdhënia e tyre, afrimiteti i tyre tashmë largësia. Konkretisht flas për Brikenën dhe për Mateon. Kam mesazhe të shumta, më besoni, në rrjetet e mia sociale, Tiron çfarë mendon për marrëdhënien, çfarë po ndodh me çiftin. Brikena tashmë nuk është pjesë e Top Arenës ashtu siç ishte. Pse kjo përzgjedhje, janë të ftohur me Mateon, çfarë bëhet konkretisht? Tani, unë do të bëj një analizë të ngjarjes, nga ajo që unë kam arritur të kuptoj, domethënë nga mimikat të Mateos edhe të Brikenës, për të arritur që t'japim edhe konkluzionin ton rreth asaj se çfarë në të vërtet po ndodh, domethënë çfarë në të vërtet po bëhet. Tani, Brikena dhe Mateo kanë nisur këtë rrugtim të Top Arenës si të hidhëruar, si të mërzitur me njëri tjetrin, sikur ju ka mbetur hatri me njëri tjetrin. Domethënë e ka nisur këtë Brikena dhe Mateo këtë rrugtim. Por gjatë rrugtimit ato patë një lloj afërsie, patë një lloj komunikimi, patë një lloj përqafimi. Gjë e cila u zbe përsëri që nga momenti kur Mateo nxori këngën dhe publiku ngriti dyshimet se çfarë po ndodh me këtë çift. Tani, nga ajo që unë kam arritur ta kuptoj dhe nga ajo që lexohet mimika e fytyrës së njërit apo tjetrit, sidomos Mateo është natyrë që i shpreh më shumë ndjenjat dhe emocionet, ndërsa Brikena është pak më e ngurtë, nuk arrin dot edhe ta kuptosh atë emocionin që e ka për brenda. Mateo është njeri më i sinqert në këto ndjenja, domethënë të paktën tek transparenca e fytyrës së tij. Gjatë kohës kur po bënte intervistën e fundit me ish banoren e Big Brotherit dhe gjatë pyetjes në fakt që ajo që Mateo i bëri Brikena e mirë, domethënë si gjysmë finaliste, në momentin që ajo lëvdoi Brikenën me fjalët më të mira, Mateos i buzëqeshi fytyra. Tani, kur një njeriut, dhe flasim në një lidhje dashurie si gjithmonë, kur i buzëqesh fytyra? Fytyra i buzëqesh në momentin kur marrëdhënia është shumë e bukur, marrëdhënia është shumë e lumtur dhe e ka si krenari kur të tjerët flasin mirë për partnerin e tij, domethënë flasin fjalë të bukura, fjalë miradije. Unë nuk shoh këtu një Mateo i cili e ka përfunduar marrëdhënien e tij. Unë shoh një Mateo dhe një Brikena që duan të jenë afatgjatë në Top Arena, duan të sjellin spektakël të madh në Top Arena dhe duan të bëjnë për vete një publik të tërë. Dhe duke i bërë këto lëvizje, të cilat janë të koordinuara, në koordinim me Ed Manushin, Brikena dhe Mateo vazhdojnë që të jenë në këtë formë në qendër të vëmendjes. Domethënë, unë shoh një koordinim nga ana e Ed Manushit si producent dhe televizionit Top Channel që e ka marrë përsipër të realizojë të gjithë këtë maraton të gjatë të Top Arenës, dhe lëvizjet e Brikenës edhe Mateos janë duke e shitur programacionin, janë duke mbërthyer publikun për ekranin dhe më së shumti, unë këto lloj lëvizjesh, me thënë të drejtën, i shoh si një farë forme strategjie. Do të thotë, janë strategji e Brikenës, janë strategji e Mateos, janë strategji e Ed Manushit. Ndoshta, edhe çifti nuk është se e ka me shumë qef, si me thonë, të luajnë këtë lojën, por e kanë të kërkuar dhe e shoh që po e bëjnë, sepse në fund të ditës çdo personazh publik, qoftë edhe nëpër botë, bën skandale të tilla për të qenë sa më i komentuar dhe sa më në qendër të vëmendjes. Domethënë, unë personalisht të gjithën këtë gjën e shoh një mekanizëm marketingu. Nuk e shoh një histori dashurie të shkatruar, nuk e shoh një histori dashurie të përfunduar. Mateo dhe Brikena vazhdojnë të ndiqen në Instagram, por luajnë dhe një mekanizëm tjetër në këtë mes që Brikena nuk ja postoi këngën, që Mateo domethënë e deklaroi që nuk ka qenë kënga e tij, nuk ka qenë këngë e imponuar nga Mateo, ka qenë e kërkuar
në me thënë në këtë rast kuptohet nga Ed Manushi. Teksti është i bërë me tendencë që kënga të këndohet në Top Arena dhe sa më shumë do me thënë të shitet si programacion, e tëra kjo është një zinxhir i lidhur i fort për marketing që do me thënë Top Channel-i dit i bëj këto gjëra dhe dit të mbërthej audiencën për ekrani për të shitur sa më shumë programacionin e vetë. Unë mendoj që gjitha kjo, i gjithë ky rrugtim, kjo Top Arena, në fund do të shpërblehet me një propozim për martes nga ana e Mateos për Brikenën, për të gjitha atë bashkëpunimin që e kanë patur edhe në këtë dimension, se nuk është e lehtë të bashkëpunim në këto dimensione. Unë nuk e gjykoj Mateon dhe Brikenën, unë e thash edhe më herë, do me thënë është një formë që artistët në përbote përdorin. Sot në skenë mbjetohet nga skandalet, nuk mbjetohet nga fjalët e bukura, nga emisionet me poezi dhe me shkrime gjigande, do me thënë nuk mbjetohet nga këto, dhe unë shoh një Brikena dhe një Mateo të cilët në koordinime kanë mirë menduar këtë gjën dhe janë në qendër të vëmendjes. Do me thënë, edhe mos postimi i këngës në story nga ana e Brikenës tregon shumë për këtë marrëdhënie, tregon shumë për këto gjëra që do me thënë është e tëra një marketing, një mekanizëm, sepse po të ishin ndarë nga vetë fakti, njëri nga të dy nuk do ta pranonte hyrjen në Top Arena, sado që është shuma, sado që është pagesa, nuk ka ndodhur ndonjëherë që një çift i ndarë të jenë pjesë e një panelit ku do të moderonin etj etj. Unë dua që Mateo të merr edhe një këshill, si me thënë nga vetja e tij, se në fund të ditës Top Arena do të përfundoj, ai duhet ta ruan publikun e tij, duhet ta ruan atë dashurinë e madhe që i dha publiku, atë respektin e madh që i dha publiku, dhe mendoj që do të ishte çnjerëzore që Mateo të zgjidhte këtë formë, do me thënë të suksesit të tij, i cili është patjetër që është i suksesshëm, por mendoj që publikun e iriton kjo gjëja. Unë nuk besoj në asnjë mënyrë që çifti ka një marrëdhënie të krisur, që çifti ka një marrëdhënie të shkatruar, nuk besoj në asnjë gjë. Unë besoj që marrëdhënia është shumë e bukur, por e gjitha kjo është një lojë e mirë menduar, sepse është një lojë që në fakt po rifreskohet çdo ditë, çdo natë po rifreskohet, çdo natë sjell nga një gjë të re, dhe nga vetë fakti që ajo ka rifreskim, unë besoj që kjo është një lojë shumë e fortë që vetëm produksioni, Mateo dhe Brikena e din shumë bukur rrjedhën e kësaj loje. Brikena është energjike, është pozitive, ajo në fund të ditës qëndron në prapasken, nuk është se ajo vjen enkaz nga Prishtina vetëm për të moderuar rubrikën e saj dhe kthehet, jo, ajo qëndron në prapasken, bëhet gati, është në të njëjtin orar aty, është në të njëjtën kohë aty, vetëm që do me thënë nuk del para orarit që duhet të del në ambientet e studios së saj. Ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe, jepni mendimin tuaj nëpër komentet e mia.